Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë shpall opinionin e saj me 22 korrik, nesër pra, lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë Kosovës. Çfarë prisni ju nga ky opinion? Opinioni i gjykatës ndërkombëtare do të jepë një përgjigje për gjithë botën në raport me statusin e Kosovës, që unë besoj fuqishëm që do të jetë plotësisht në përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës për shtet pavarur dhe sovran dhe me vendimet e institucioneve të Republikës së Kosovës, vendime këto legjitime dhe legale për shpalljen e Kosovës shtet, do të hapet një perspektivë e re e mbështetjes edhe të Washingtonit, edhe të Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës. Do të kemi një vazhdimsi të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të Kosovës, vazhdimin e njohjeve të reja për Republikën e Kosovës dhe perspektiven integruese për në NATO, Bashkimin Evropian, por dhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara. E në të njëjtën kohë në proces do të kemi një mundësi të re të zgjidhjeve të çështjeve teknike mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Zoti Kryeministër, periudha pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë vlerësohet të jetë periudhë një ofensive më të fuqishme diplomatike të Serbisë kundër Kosovës. A është Prishtina e përgatitur për këtë fazë të zhvillimeve? Unë mendoj ne duhet të investojmë që të kemi relacione të reja ndërshtetërore mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Nuk duhet të fokusohemi kundër njëra tjetrës, por t'ia lehtësojmë punën njëra tjetrës në procesin integrues në NATO dhe Bashkim Evropian. Republika e Kosovës me gjithë partnerët miqtë e saj, edhe në Washington, edhe në Bashkim Evropian, do të bëjë punën e vet sa më mirë që është e mundshme në mënyrë krejt të koordinuar. Prandaj në këtë drejtim unë mendoj se opinioni i gjykatës ndërkombëtare nuk duhet të jetë një moment i një kundërshtie apo një konflikt në kuptimin diplomatik me Serbinë, por duhet jetë një mundësi e re për fillimin e ndërtimit të relacioneve ndërshtetërore dhe në këtë drejtim unë besoj që edhe Washingtoni edhe Bashkimi Evropian do të jenë unik në hapjen e një faze të re të konsolidimit të shtetit të Kosovës. Për këtë kemi edhe konfirmimin e plot. Beogradi kërkon rihapje bisedimesh për statusin e Kosovës, duke vënë theksin në veriun e banuar me popullsi serbe, natyrisht me shumicë serbe. Cili është qëndrimi juaj ndaj kësaj çështjeje? Çështja e statusit është përmbyllur një herë e përgjithmonë. Kosova shtet i pavarur dhe sovran, është njohur nga 69 shtete, do të kemi njohje të tjera. Prandaj edhe integriteti territorial i saj është i paprekshëm, i pacënueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa idetë të rrezikshme që mund të vinte nga Beogradi do të jenë vazhdimisht të refuzueshme nga Prishtina, të padialogueshme, por në të njëjtën kohë edhe nga Washingtoni, edhe nga Brukseli. Prishtina ka një qendrim, ai qendrim është i përbashkët në Prishtinë, në Washington dhe Bruksel. Zoti Kryeministër, ju jeni angazhuar për një pozitë të veçantë të veriut të banuar me shumicë serbe, pra ç'do të thotë kjo në të vërtetë, një shkallë autonomie ndoshta për veriun? Në asnjë rrethon nuk do të ketë autonomi apo shtet në brenda shtetit, apo ndonjë ide që mund të del nga Beogradi që nuk përputhet me realitetin e shtetit të pavarur dhe sovran, mund të ketë dhe do të ketë trajtim afirmativ të komunitetit serb, por gjithmonë në suazat e kushtetutës së Republikës së Kosovës, të dokumentit të presidentit Ahtisarit, të ligjeve të Kosovës, pra një trajtim afirmativ. Edhe një pyetje të fundit, ju lutem. Analistët thonë se në lojë janë shumë mundësi. Përfshirë atë të shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A është e mundur një gjë e tillë? Nuk do të ketë as ndarje, as shkëmbim territoresh, nuk do të ketë as status të veçantë, por do të ketë vetëm respektim të vullnetit të qytetarëve të Kosovës për shtet, respektim të integritetit territorial, do të ketë konsolidim shtetit dhe perspektivë integruese të Republikës së Kosovës. Do të mund të ketë diskutime për çështje praktike me interes të dy vendeve dhe dy popujve tanë dhe natyrisht edhe këtu me një rol facilitues të drejt për drejt dhe unik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Zoti Kryeministër, ju faleminderit. Faleminderit.